nisëm këtë pjesë të programit. Mirë se erdhët të dashur miq, mirë se erdhët çuna, janë uluni sistemoni, sa unë të bëj hyrjen e kësaj pjese që donim ta nisnim kështu me performancën e grupit Trio Folk Albania. 3 të rinj instrumentistë të talentuar kanë formuar këtë grup, uluni sistemoni si në shtëpinë tuaj, duke zgjedhur të sjellin në skenë trashëgimin ton shqiptare larg komercialitetit dhe duke sjell muzikën tradicionale në një format më bashkëkohor. Por e veçanta e këtij grupi është që janë 3 instrumente që bashkërendohen në një mënyrë perfekte me njëra tjetrën për ta sjellë bukur muzikën në formatin bashkëkohor, bukur muzikën tradicionale. Do të mësojmë më shumë për karrierën e tyre të secilit instrument dhe do të veçojmë lahutën. Një instrument i veçantë, jo të gjithë e njohin, sepse e njohim lahutën, por djemë të na shpjegojnë se si dhe çfarë roli ka kjo pamje që po shihni kaq e bukur. Një instrument i cili luhet nga Andi Ponoçi, i cili është dhe në kitar, Indrit Cakaj, që është në fizharmoni, ku mi kemi aty dhe Eraldo Feto në violinë. Mirë se erdhët. Shumë urime, bukur performanca. Do të na rezervoni dhe një performancë të dytë, kam përshtypjen deri në fund të bisedës. Më tregoni pak si ka lindur, si keni arritur të formoni një grup, pse keni zgjedhur në fakt të sillni këtë muzikë në audiencën tonë. Trio Folk Albania, apo jo? Po. Me njëri tjetrin kemi shumë kohë që njihemi, por për një viti jemi pjesë e një qendre kulturore ku ne aty japim koncerte pothuajse për ditë, bëjmë prova me njëri tjetrin pothuajse për ditë. Dhe duke luajtur gjatë koncerteve, gjatë provave, ne aty pam që ne të treve na ngjit shumë muzika me njëri tjetrin. Dhe menduam të krijojmë një trio që të promovojmë muzikën tonë folklorike, por duke sjellë në një format më të kohës, por pa e deformuar, duke i qëndruar origjinalitetit. Dhe me këtë synojmë që të bëhemi edhe burim frymëzimi për brezat e rinj që vinë pas nesh. Që ta duam folkun, se muzika folklorike është shumë e pasur, është shumë e bukur. Dhe ju e sillni në një format më të bukur, më bashkëkohor, po duke ruajtur gjithmonë muzikën e tabanit, muzikën tradicionale. Si e ka pritur publiku këtë qasje të re që ju i bëni muzikës folklorike? Domethënë si fillim ne filluam në rrjetet sociale duke postuar, domethënë video, duke bërë materiale, dhe i nisëm për kënaqësinë tonë, por e pam që kishte shumë klikime, kishte shumë komente, njerëz që na përgëzonin, domethënë sepse të 3 instrumentat shkojnë edhe bukur me njëra tjetrën në tingëllimin e tyre. Është mjeshtria juaj në fakt për ta bërë që ato të shkojnë me njëra tjetrën. Ne kemi, domethënë janë shumë shkojnë shumë me njëra tjetrën. Edhe duke sjellë edhe materiale që ndoshta edhe ishin haruar më përpara, edhe ne i risollëm përsëri. Kështu që u prit mirë nga publiku edhe kjo na bëri që të vazhdojmë akoma duke postuar video, duke bërë materiale të reja. Si përzgjidhni materialet që i performoni për publikun? Kush është ai që vendos, që është lideri i grupit, që bashkohet pjesa tjetër? Grupi jo nuk ka një lider, jemi të gjithë lidera. Për atë gjë që jemi nga 3 zona të ndryshme. Unë jam në zonën e Përmetit, që njihet për kulturën dhe për folkun traditën. Eraldo është nga Korça, kështu që edhe korçarët njihen për këtë gjë. Edhe Indrin e kemi Tiranës. Keni mbledhur të 3 zona. Është me nga Korça, nuk do ta Tiranë. Tani duhet parë gjithë lista juaj e përzgjedhjes së materialeve për të vendosur se kujt i dëgjohet më shumë fjala në grup. Çfarë materialesh më shumë do zgjidhni? Jemi gjatë gjithkohës shumë si macja me miu. Me përzgjedhjen e materialeve ne merremi të 3 çunat. Unë pak më shumë Indriti është më tepër aktiv në këtë pjesë. Në pjesën e përzgjedhjes materialeve. Se duhet të thënë që të 3 zonat janë shumë të pasura në muzikën folklorike. Ne mundohemi të zgjedhim materiale që t'i prekim të gjithë zonat e shqiptarisë. Së fundmi kemi prekur edhe zonën e Veriut. Nuk jemi nga Veriu, po thjesht e kemi prekur. Gjëja e parë që bëj kur zgjedh një material është që ajo ky material t'i përshtatet trios tonë, instrumentave që ne kemi në trio, domethënë violin, fizharmonik, kitarë ose lahut. Lahutën. Po. Domethënë direkt unë mendoj orkestracionin, si do luaj violina, si do luaj fizharmonika dhe më pas ja sugjeroj djemve pastaj. E provojmë. Duke bërë një, le të themi, veçanësi në tregun komercial. Pra, sot tregu është plot me muzikë, me prirje të komercialitetit. Ju sillni një muzikë tradicionale, një muzikë folklorike të përshtatur në një format që e përqafon çdo moshë, çdo grup mosh kam përshtypjen. Dhe do doja të dija
a keni ndjerë ju, le themi pengesa, a keni ndjerë ju në siklet, duke qenë se tregu këto kërkon, prirjet komerciale. A kishit frikë se nëse do të sillnit këtë lloj formati të muzikës tradicionale, nuk do të përqafohesh nga publiku, por nga ana tjetër ka rezultuar që publiku e ka dashur e ka përqafuar muzikën që u sillni? Çfarë pengesha keni arritur? Paka shumë dihesh kjo gjëja që është një gjë që është harruar komplet. Paktën brezi i ri nuk ka më dëgjim në shtëpi apo në makinë apo në radio, dëgjojnë muzikë popullore, dëgjojnë vetëm muzikë komerciale, muzikë. Okej, në rregull. Do dëgjoj muzikë moderne, por paktën Juve ju frymëzon kjo gjë, juve ju unë personalisht e kam marrë edukatë muzikore që nga prindrit, që nga familja. Në shtëpinë time është dëgjuar, pavarësisht edhe babain tim e ka muzikant. Klenetist, por në shtëpinë time gjithmonë është dëgjuar muzika popullore njëre, para pastaj janë dëgjuar muzikë të tjera. Normalisht që dëgjojmë edhe vetë dëgjojmë muzikë të huaja, muzikë klasike, muzikë komerciale, normalisht. Por kjo gjë nuk duhet që të humbasi sot, që flasim. Sepse nuk ka më brez të ri që të ketë një pasion, dëshirë për të dëgjuar muzikën popullore. Dhe mirë që keni zgjedhur që ta trashëgoni, kështu me instrumentat tuaja tek breza ndër breza. Në një pengesë nuk kemi hasur. Ska pas pengesa, përkundër është shpritur shumë mirë, sepse kjo gjë ka munguar në tregun shqiptar, në rrjetet sociale të paktën. Ka munguar shumë kjo gjëja që ne po bëjmë, sepse është një gjë që është bio. Qartë. Eraldo nisi nga familja, duke qenë se e ka një bazë trashëgimie pjesën e muzikës, të instrumentit, ke zgjedhur violinën, ke dashur të kalosh në një tjetër zhanër muzikor, duke zgjedhur një vegël të profilit klasik, që ka një rrugtim të gjatë violina në muzikën klasike. Do doja të dija për ty, Eraldo, si arrin ti të bashkërendosh kaq mirë me dy instrumentat të tjerë, të cilët kanë profil folklorik tradicional, ndërsa violinën e shohim në këtë rrugtimin klasik, duke patur parasysh dhe mikrotonalitetet që ka muzika tradicionale, si ke arritur të krijosh këtë harmoni me instrumentat e tjerë përmes violinës, dhe ta sjellësh kaq bukur pastaj në të gjithë formatin bashkëkohor. Është e vështirë për ty të përshtatesh me violinën me çunat? Ka qenë e vështirë në fillimet e mia, por e kam nisur që i vogël të pjesën e muzikës popullore, që 9 vjeç. Që 9 vjeç ke nisur me violinën? 9 vjeç, kam qenë pjesëtari ansamblit të Korçës, atje kam marrë hapat e mia të para për muzikë popullore. Normalisht, shtysa ka qenë babai im që më ka mësuar hapat e muzikës popullore, por kur je i vogël nuk e kupton dot atë peshë rëndësinë e lodhjes e të sikletit që mund të kesh. Normalisht, ajo prandaj mësohet që i vogël, sepse tani në një moshë të madhe nuk e mëson dot. Absolutisht. Sepse kitara, piano, instrumentat tjera mësohen. Ndërsa violina është një gjë që pas e mësove që 6 vjeç, 7 vjeç nuk e mëson dot. Të ka kufizuar ty nëse do të jesh i aftë, i talentuar në violin, patjetër që të merr pak nga koha e fëmijërisë. Po, më ka më shumë. Me orë të tëra të studiuar. Po, më ka më shumë, ndërkohë që moshatarët e mi, shokët e mi losnin top apo losnin aty poshtë të shtëpia, unë isha gjatë gjithë kohës babai këtu, unë përballë babait vetëm duke studiuar, e kupton? Ka marrë çmimin e parë 9 vjeç, i çmuari i vitit. I çmuari i vitit. Po ja ka vlerëtur ama ajo sakrificë që bëre për te fëmijërisë. Besoj që ja ka vlerëtur sot. Për fizharmonikën, si ka nisur dëshira për t'i rënë fizharmonikës, për të zgjedhur këtë instrument? Faktikisht nuk jam ende i sigurt, është fizharmonika që më ka zgjedhur mua, apo unë fizharmonikën. A u udhëheq ti atë apo ajo ty? Po fati i mirë që unë vi nga një familje artistash, ku gjyshi ka qenë instrumentist dhe këngëtar në Asamblin e Shtetit, që në krijim të asamblit, xhaxhai dirigent dhe fizharmonikist në Asamblin e Shtetit për shumë vitesh, babai dhe xhaxhai tjetër po ashtu, dhe do në një ambient që muzika ishte gjithmonë prezente, bëri që unë... Sigurisht edhe brezi i të rinjve do t'jetë e tillë. Çfarë bën kaq të fuqishme? Më trego pak për fizharmonikën. Çfarë bën këtë instrument kaq të fuqishëm për të përcjell aq bukur? Është instrument i veçantë fizharmonika, është instrument që është solistik, po, është instrument dhe solistik, po është instrument dhe shoqërues, që shoqëron dhe veten, ka edhe pjesën e melodisë dhe shoqërimin harmonik. E përcjell shumë bukur folklorin, kam përshtypjen, me tonalitetin që ka, me atë harmoninë e hapjes të krijimit të muzikës. Po, përshtatet. Fizharmonika është instrument që lun në çdo lloj zhanri muzikor, pavarësisht se këtu në Shqipëri ne kemi përdorur më shumë për folkun. Për folkun, po. Po është instrument që mund të lush në çdo lloj zhanri, si klasik, jazz, modern, popullor. Llahuta?
Ç'kemi këtej? Më trego pak tani ku ndryshon lahuta me lahutën. Po. Lahuta është një instrument me tela, siç e shikojmë, edhe shumë, domethënë, e ngatrojnë o kitar i thonë, ose i thonë mandolin më shumë. Po është komplet, domethënë, tjetër gjë, si në ana e tingëllimit edhe në ana e lojës që bën instrumentisti. Dhe është një instrument që është i rëndësishëm në një orkestër të muzikës popullore të jugut dhe të Shqipërisë së Mesme. Kurse lahuta është një instrument tjetër që përdoret në zonën e veriut. Edhe për shkak të emrit që kanë të përafërt, domethënë shumica i ngatrojnë. Shpeshherë i ngatrojnë. Shpeshherë Po i edhe këtu në ngatrojnë. paraqitjen në madhësi kanë përshtypjen apo s'ka lidhje Jo, me nuk këtë ka pjesën? lidhje, janë komplet ndryshëm, është më e vogël, përdoret me një tel, ka harkun e vet, lahuta, kurse lahuta është komplet tjetër gjë. Tek ti kush ndikoi për ta mësuar lahutën? I bie dhe kitarës, ke dhe kitarën pjesë. Po, babai im ndikoi. Ai ka qenë pjesë e sazeve të Laverbariut, duke i binte lahutës. Edhe që i vogël e nisa me instrumentin e kitarës, dhe në momentin që babai më njohu me këtë instrument, domethënë si çdo i vogël, domethënë, nuk më pëlqeu në fakt. Sepse ishim drejt instrumentave, kitar, më piano, modern, që kanë muzikë më modern, tinguj më modern, kurse lahuta ka një tingull ka një zë më arkaik. Ti si arrin ta balancosh tingullin modern të kalosh nga kitara, që ka ato tonalitetet moderne, në zërin arkaik të lahutës. E bën shpesh lehtësisht këtë shkëputje? E bëj, po, tani domethënë, po kur kam qenë edhe më i vogël, normalisht më duke si një instrument i haruar. Kupton, ose një instrument që luanin pleqt më shumë. Po, çunat tanë të regjisë duan që ti të interpretosh pak me lahut tani live. Po, bën një pjesë të vogël? Aty ku je, mund ta sjell unë? Jo. Do t'u aplodsojmë kërkesën, patjetër. Se ta njohim pak si instrument. Kjo është pra lahuta e jugut dhe... Kjo është lahuta, e unë tani për momentin do luaj një pjesë të Shqipërisë së Mesme, që është Napoleoni, që gjithë një Napoleon nga Andi në lahut. Dhe është originaliteti është luatur me lahut, kënga e Napoleonit. Kënga e parë. Faleminderit. A ka ndonjë pjesë nga materialet që u përzgjithni ku ndonjëri prej instrumenteve merr rolin kryesor, apo gjithmonë ju funksiononi si një trup i vetëm përmes instrumentave që u keni? Apo varet nga materialet, ku dominon më shumë njëri instrument se sa tjetri? Më shumë funksionojmë si një trup i vetëm. Mundohemi që gjithë kohës të jemi funksion të njëri tjetrit kur orkestrojmë. Tani, më thoni pak se ka disa tonalitete muzika jonë folklorike që nuk e di a funksionon që të treja instrumentet të jenë bashkë si një trup i vetëm. Du të ketë azharnime të tjera, kujdi unë, ndonjëherë nuk arrini dot që këtë material ta sillni, ta përcillni ashtu siç duhet, për shkak se violina është, siç e tham, ka atë stilin e vet klasik, domethënë, sa prova ju duhet për ta sillni një material ashtu siç duhet në këtë formatin që ju keni sjell, formatin tradicional bashkëkohor? Do goxha punë, sepse është ndryshe një orkestër të madhe që janë të gjitha komponentët muzikore, janë instrumenta të gjitha që mund të orkestrohet shumë mirë, po të bëhet një material në 3 instrumenta dhe të ndahet, domethënë, është pak e vështirë. Kupton që të tingëlloj sa më bukur. Secila instrument ka ato linjat e veta, Indriti, Eraldona, domethënë gjithmonë jemi duke folur me njëri tjetrin për orkestrimin, domethënë. Lahuta ka linjat e veta, Zamonika ka... Janë të përditshme, thuaj këto. Janë të përditshme. Ka pasur dhe materiale, domethënë,
që sa e bukur kjo. Që nuk sillen, ka patur do të materiale që nuk i sillni dot përmes trejt. Kemi menduar se do funksiononte. Kemi menduar se do funksiononte dhe në momentin Jo të gjitha materialet mund të përshtaten për një lloj trio si puna jonë. Për shembull, më thoni një material, një këngë që nuk e keni arritur dot ta sillni në formatin bashkëkohor, një muzikë të folkur. Ne arrim gjitha, problemi është brenda formatit që nuk ju pëlqen ju, pra, do të arrini dot në atë nivelin që do komponentë të tjerë që të tingëlloj një këngë ashtu si duhet të tingëlloj. Sepse nuk mund të bësh një këngë shkodrane, po themi, që është një këngë e bukur, një këngë ritmike, një këngë lozonjare, ta sjellësh vetëm me kitarë, kupton? Se normalisht duhen edhe disa komponentë tjerë që të plotësohet komplet pjesa e originalitetit të këngës, siç duhet. Me shkodra shkon bukur, me fizharmonikën, me violinën, shkon shumë bukur. Kënga parë që ne luajtëm ishte këngë shkodrane. Këngë shkodrane, po. Çorrelat. Do na interpretoni diçka tjetër për publikun? Bëhemi gati, bashkë me instrumentet duhet të jetë besoj dhe lahuta në këtë kompozim, tani e kemi lahuta, si çfarë ishte me kitarë, andi, kështu që bëhemi gati për interpretim. Ma shpjegoni pak materialin? Ku do shkojmë, në cilën zonë? Në zonën e Korçës. Në zonën e Korçës. Dhe Përmetit. Do më thënë, e kuptuam kush i përzgjedh materialet. Materialin e parë që interpretuam ishte Indriti që e përzgjodhi. Që zgjodhi nga Shkodra. Dhe tani materialin e dytë normalisht. Keni zgjedhur ju. Kemi Derin, unë dhe Eraldo. Se u ndihmojnë le të themi familjarët që u përmendën që janë artista. Po, shumë. Në karrierën e tyre për përzgjedhjen e materialeve. Shumë. Baba Eraldo sugjeron gjithmonë, domethënë, e përshëndesim. Ndërkohë bëhemi gati edhe një herë për interpretimin e dytë. E shijojmë bashkë me publikun dhe më pas do të risjellim sërish çunat në bisedë, sepse kam përshtypjen se me gjithë këto materiale që ata kanë përgatitur, sigurisht që do të kemi të bëjmë edhe me ndonjë album në treg, apo jo. E diskutojmë pak më vonë, fillimisht me interpretimin. Më pëlqen shumë alkimia që keni, qëndrojmë këtu, alkimia që keni me njëri tjetrin, keni një kod kështu që merri vesh. Kodi shikimit. Kodi shikimit. Flet më shumë se sa instrument. Dhe instrumentat gjithashtu. Shumë muzikë e bukur. Unë di që jeni duke përgatitur albumin tuaj të parë. Nëse mund na zbuloni diçka, çfarë do të përmbaj, çfarë materiale, çfarë përmban ky album dhe kur do të dalë në treg? E zbulova, është sekret, duhet mos e kisha thënë, apo? Po, jemi duke përgatitur diçka,
si album dhe një recital. Edhe një recital, projekt Edhe shumë i rëndësishëm. recital. Po, jemi duke punuar fort për t'i gjë. Besoj se shpejt brenda këtij viti, besoj se do dalë. Do të Me thënë, realizoni. ne dëshirojmë shumë që të dalë në fund të vitit. Dhe si një dhuratë për publikun. Po, por fund vit. së shpejti do dalë, domethënë është një gjë që ne po punojmë. Jeni duke punuar për Po, materialet. Po. Trio Folk besoj do të jetë, Trio keni Folk. vendosur për emrin e albumit? Trio Akoma Folk, jo. Folk Akoma jo, kemi juaj. jemi Do duke ta përgatitur gjejmë. materiale. Do ta gjeni. Akoma. Shumë suksese. Keni menduar të bashkëpunoni dhe me artistë të tjerë? Kemi shumë ftesa nga gjithë artistët më me emër këtu në Shqipëri, për momentin do mbajmë trion. Avash avash pastaj. Po pse jo, do mos bëjmë. Po. Gjithmonë jeni të hapur për bashkëpunime. Po të tre funksiononi shumë mirë, kështu që sillni kaq bukur muzikën. Të ndërtuar kaq bukur me instrumentat tuaja për ta sjellë muzikën tonë folklorike në këtë format kaq të bukur, modern, edhe duke ruajtur gjithmonë tabanin. Ju uroj shumë suksese. I Faleminderit. përcjellim me duar të kitje nga ju dhe nga ne. Shumë faleminderit për prezencën tuaj në studio, edhe për energjinë pozitive që na sollët në Reze Dielli. Faleminderit dhe juve që na ndoqën. Unë ju përshëndes, që jemi nesër me Rezen tonë. Mirupafshim.